إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة ndëruar në khutbën e kaluar e cekëm se njeriu ndikohet prej shoqërisë për shkak se peshorja e njeriut është shoqëria. Sipas shoqërisë ti vlerësohesh se kush je. Për këtë arsye njeriu duhet ta zgjedhje shoqërinë para se ta zgjedhje rrugën. Se njeriu prej natyrës që e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala njeriun është që ndikohet prej rrethanës, është që ndikohet prej shoqërisë, është që merr tabiatin e shoqërisë. E besimtarët duhen të kujdesen kanë të shoqërojnë, që ne nëse dojmë që të ruajmë rinin ton, nëse duam që të ruajmë pasardhësit ton, të ruajmë moralin ton, dinin ton, atëherën patjetër që ne të kujdesmi me kanë të shoqërohemi, për shkak se shoqëria e mirë është lumturi dhe kënaqësi dhe duhet të jemi mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Por shoqëria e keqe ka mundësi është ndëshkim dhe është humbje për ti në dunja dhe në ahiret. Ne duhet të kujdesmi kanë e shoqërojmë. Kush është shoku jon i jetës tonë? A janë ata të cilët e adhurojnë Allahun apo ato të cilët i bëjnë mëkat Allahut subhanahu wa ta'ala? Është dallim shumë i madh. Dikush me vdek duke i bë haram dhe gjuna Allahut, dhe është dallim shumë i madh. Dikush me vdek duke adhuru Allahun, duke i bëj istighfar Allahut, duke i rasisht dhe Allahut, duke lexu Kur'an. Ne duhet të kuptojmë se kush është shoqëria keqe, cili hin në definicionin e shoqërisë të keqe, kush është ai shoku im i keq, se njeriu tash ne kena shoqëri të gjanë, kemi shok shumë, i kemi ata me prezencë fizike, po edhe virtuale. Kush janë ata? Kanë ta konsideroj shok i mirë dhe kanë ta konsideroj shok i keq. Shok i keq është, xhamat të nderuar, ai njeri i cili të thret me i bë mëkat Allahut subhanahu wa ta'ala. Kërkon prej teje të bën ftesë me një vend, me një pozitë që ajo vepër, ajo fjalë është që hidhron Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është shok i keq për shkak se të nxit në mëkat me hidhru Allahun. 2. Ai i cili të nxit në të keqe, të urdhron në të keqe dhe të ndal prej të mirës. Për shembull, je duke lujt karta me një lokal prej lokaleve, apo në lojë tjetër, ki thot çu se e zoni ka mbet, ai thot hajt me se e fal ma voën. Ki të ndal prej të mirës. Ki të pengon prej të mirës, prej adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai tjetër thot hajte se filon në hoxha ka ders. Ai thot hajpe pe kishina filmin se kishina në YouTube e pastaj ders bret. Ki të ndal prej të keqës. Do të kujdesesh, do të shohësh se ato urdhron në të mirë dhe atë ndal prej të mirës. Nëse të ndal prej të mirës dhe të urdhron në të keqe, hik prej atij sa është shok i keq. Shok i keq konsiderohet ai person i cili i humb obligimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai të nxit dhe të motivon që të largosh prej farzeve të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe shok i keq është ai i cili të shehti duke bo gjuna Allahut, duke i shkel normat e dinit të Allahut, dhe ai nuk të qorton, as nuk të këshillon. Tash
Do të ndalmi dhe të shohim kush janë shoqëria jonë. Me kanë rrim ne, kohën me kanë e qojmë. Cilët janë që na urdhrojnë në të mirë dhe cilët janë ata të cilët na ndalojnë nga e keqja. Thot Said ibn Abi Ayyubi rahimahullah, la tusahib sahib as-su. Thot mos e shoqëro shokun e këndsh, fa innahu qitatun min an-nar, sa ai është një copë zjarri. Nëse shoqërohesh me njeriu e këndsh, do të thot ai është copë zjarri. As që shoqëria e tij nuk vazhdon, po as që është besnik me ti. Sikur zjarri të dëmton, të lëndon, por asnjëherë mos të mbashtroje bukuria dhe pamja e dukshme dhe e mirë e atij personit. E njeri të keq, e njeriu që bën mëkate Allahut subhanahu wa ta'ala, se Luqman al-Hakimi e këshillon djalin e vet dhe i thot: ja bunayya, o birim, iyaka sahibu su, ke kujdes thot shokut të keq, fa innahu kas-sayf al-maslul, thot sa është sikur shpata e zhveshur. Të pëlqen pamja e tij, po gjurmat e saj janë të rënda, janë të këqija. Keni pa shpatën kur të është e zhveshur, e nxerur, ajo sa e bukur, sa shkëlqen, sa lakmon ti ta kesh afër, por ajo ka mundësi të lëndon, sa e të pret. E shoku i keq, kështu është, të pëlqen pamja e tij, kurse gjurmat janë të rënda. Përse ne bina në kësaj raste? Përse ne shoqërojmë me njerëzi të cilët nuk kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala? A thu rastësisht ne kemi shoqëri të keqe? Shok i cili nuk ka frikë Allahun? Jo, e para është se mësimet fetare voni kemi marrë. Jemi uzuar basa viteve. Dhe nuk kemi marrë parimet si fëmijë, se cila është halal, cila është haram. Kanë duhet ta shoqërojsh dhe kas duhet ta shoqërojsh. Javën e kaluar ju kujtohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: la tusahib illa mu'minan, mos e bën shok, mos e shoqëro përveç se besimtarin. Nuk është rastësisht që u ka bën namazi me xhamat. Se njoftohesh me shoqëri të mirë, takohesh me njerëz të ndershëm, takohesh me njerëz që kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e këshillojmë njërin tjetrin nëse shohim mangësi të njëri tjetri. 2. Mungesa e këshillave dhe orientimeve nga ana e prindve. Prindrit nuk kujdesen sa janë fëmijë të vegjël. Nuk ka dert si veshët, nuk ka dert si han, nuk ka dert si pi, nuk ka dert se me kanë shoqërohet, por rezultati kur t'i bën 18, 19, 20, pastaj reflekton, vonë, pastaj s'ti merr fjalët, se nuk është ushqej për i fëmijë, se me kanë duhet të shoqërohet. E kjo është mungesë e madhe, duke munduar ne me ja plotësu gjithë dëshirat fëmijëve, kurse këshillat i kemi harruar që ne t'ja u drejtojmë fëmijëve tanë më të shtrenjtit pas dinit, pas imanit në Allahun subhanahu wa ta'ala. 3. Koha e lirë dhe qetësia. Koha e lirë dhe qetësia e le të qetë fëmijën. Hajtë se i vogël, hajtë se s'e mban, hajtë se rand, hajtë se s'ka derë, hajtë se kam, hajtë se kështu, hajtë se bëhet, hajtë se në të rritën se janë të vegjël. Nëse e le fëmijën e lirë, 1, dhe e le të qetë, 2, nëse këto të dijat takohen, pasojat të fëmija dhe në të rrezikshme. Do fillon të paraqitet energji negative të fëmija. Epsh, pa kufi dhe pa mas. Pse? Se çdo herë se ke aktivizuar mas një send. E ne duhet të kujdesmi në këto gjëra për shkak se këto janë që emitin fëmijën për zgjalli. E pastaj dëgjojna raste të çuditshme. Filoni vdiq atje, filoni u therr atje, filoni u dhunu atje, filoni ka marrë drogë, filoni pi bari, filoni është bë hajdut, filoni ka bë kët, la ilaha illallah, një kaçore fëmijë kriminal. Kjo vjen gjithë prej shoqërisë dhe që i kemi lënë
fëmin ton të lirë dhe ambienti keq, rrethina e keqe. Ka të kthesh, askush nuk thot ke frikë Allahun. Askush nuk e merr një bërllok ta qese në korp. Kush mrin gjun, kush mrin fol, kush mrin. Pak mor ke njerëzit të cilët të orientojnë nga e mira. Drejt mirësive, drejt gjërave të mira të këndshme. Shumë pak njerëz i ke, të cilët të mësojnë për të mirë. Në kësaj raste formohet gjenerat kriminele. Formohet gjenerat e devijuar. Formohet gjenerat e cila nuk kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Ju kujtot hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam për personin që i ka vrarë 100 njerëzi? Hadithi është i njohur. Shkonte njëri thot Allah s'ta fal, e vret e dhat. E plotson 100-shin. Shkonte një mençër i ditur, prej sicilit nuk mirët ilmi dituria nuk mirët për TikTokit, o vëllezër. Ilmi mirët në mektep, në xhami. Ato janë gjëra të cilë motivuese. Se kush po mrin po fol në TikTok. Kush po mrin po poston. Dhe nuk mirët dituria prej njerëzve që nuk ja u din historinë dhe karakterin dhe bazat kush janë ato njerëzi. Dituria mirët kur t'ulesh, ngujnë, para hoxhallarëve, në mektepe, në xhamia, që kanë dëshmuar jeta e tyre, që njerëzit të drejtë dhe të mirë. Kjo është me rëndësi. E pastaj çka i thot ki njeri mirë dhe i urt? Thot largohu prej këtij vendit për shkak se vendi janë kriminal. Ti tobe me bo edhe 100 herë, këto kanë me të motivu ti më u kthie në gabim. Hik prej këtuj. Me këto smuj se ti e ke karakterin kështu sa në bësh sabar. Do të ngacmojnë, do të provokojnë, do bën 101. Ma mirë largohu. Dhe largohet prej vendit të keq. Njeriu kur të shoh ambientin e keq, duhet të largohet për shkak se do të biesh në mëkate dhe në gjunahe. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ruajë të rrit dhe të reja tona. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na ranton nga hajri. Lusmi Allahun që Allahu të na jep shoqëri të mirë dhe të shëndosh, që të ruajmë imanin ton, të ruajmë fejen ton, të ruajmë moralin ton, të ruajmë familjet tona, të kujdesmi se nesër do të vdesmi dhe do të dalmi para Allahut subhanahu wa taala. Por me çfarë fytyre kena me dal para Allahut subhanahu wa taala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vëllezër, motra, ne duhet të kujdesemi me kan shoqërohemi. Për shkak se shoqëria ndikon. Tham që e merr në zanatin dhe traditën e njëri tjetrit. E dini kush e çoi në xhehenem mingjën e pejgamberit alayhis salatu wassalam? Abu Jahli. Uqbat ibn Abi Muayt, Ubay ibn Khalefi. Ai thot pejgamberi Allah thuaj o mingjën, thuaj dëshmo, thuaj shahadetin, unë do të dëshmoj para Allahut. Ato thonë, apo e le fen ton. Ktheu te kriçi i parë. Apo e le. Abu Jahli në kohë kështu i thoshin. Teri sa vdish në kufër. Kush ja bon? Shok të këqi. Për këtë Allah subhanahu wa taala thotë që zullumqari yuddu zalimu ala yadej, do t'i hajë durët e veta. Tëri se kanë thonë, ata ka thonë, do t'i hajë teri në byryll. Çdo herë që t'i hajë durët e veta, do t'ja nxjerrë Allah durë tjera. Pse thot, pse e mora filanin shok? Pse shkova me Resulullahin? Pse nuk u bona musliman? Pse nuk u bona pasues i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Për këtë njeriu do të kujdeset. Derisa tregot një rast kur është bën përgjithës i Medinës Marwan ibn Hakemi, ka hi një person, Huajtib e ka pasem një burr plak, ka hinje, ta ai dhe e ka përshëndet dhe i ka thonë, o plak, e ke vënuar islamin tënd. Dhe me ke vë plak, po dosh ma herët, të rrit kanë ecë para teje, janë vë musliman, pak je vënue, i më shumë, është ndalë Huajtibi dhe i thotë,
O Marwan, sa herë që kam dash ta pranoj islamin, sa herë që jam bë gati me shku të Rasulullahi, me pranoj islamin, por thot, baba jot më ka pengue. Më ka thonë, a do me lon fen e babalarve, a do me lon fen e fisit tant, a do në t'i pasojsh këto të rrit, duke pas ti, a do të bosh pasuesi dikuj tjetër. A për shikojni? Do të pse shoqëria, për këtë arsye u bona plak e tash e pranova islamin, se shoqëria për rreth nuk më linshin. Edhe sa njerëzi, edhe ti xhamia, edhe ti me një kroshina, edhe ti që u falqe, po mirë, pse s'po thojni në për shpijat publike çka po ndodhin? Pse s'po folnin për emisionin tash, mo katastrofë? Pse mos s'po folni për këto gjërat, për këto dukurit negative? Po tutesh fëmia jot se të vinë në xhami, po tutesh pse besesh dhe Allahut, po më mirë atë të vjedh fëmia jot prej xhamie me fytyra që i shkëlqen, atë të vjedh pijan se di bravën e derës ku e ka. Si ke qef? Si ke qef? A ke qef të vjedh fëmia jote me namaz, apo të vjen me lavire në shtëpi? Si dëshiron? Po ti nëse e pengon prej xhamisë, ti ja ke dhënë rrugën tjetër. Kur mos ju tut fëmia jot se hin xhami. Vetëm shikoja mësuesin ka e ka. Shiko, kan e ka edukator. Kan e ka që urdhnon nga hajri. Për këtë selefi kanë thonë, kanë vetë njënin prej selefin, ka thonë, ka ta shëtëshrojmë. Ka thonë, shëtëshroje atë person që sa herë, kur ta shikojsh atë, ta kujton ahiretin. Shëtëshroje atë person, sa herë kur të rish me ta, përfiton çdo ti dituria. Dhe shikoje atë person i cili të motivon në veprat e mira.